Po ashtu edhe Aleanca për Armërinë e Kosovës konsideron se janë disa vërejtje kritike në projekt ligjin të cilin nuk do ta përkrahim për arsyet në vijim. Sipas këtij ligji do të zgjidheshin kërkesa pronësore dhe zgjedhje dalluese ndërmjet dokumenteve katastrale origjinale të sekuestruara padrejtësisht nga shteti serb para qershorit të vitit 99 dhe të dokumenteve aktuale në Kosovë. Objektivi i tillë i ligjit në shqyrtim është në kundërshtim me aktet ligjore, juridike dhe civile, sipas të cilave rregullohen dhe realizohen çështjet pronësore. Ndryshe, nuk është praktike mirë që çështjet pronësore të trajtohen e të rregullohen në procedurë administrative sikundër është konceptuar me këtë ligj. Të dhënat kadastrale origjinale, kurdoherë, duhet të jenë valide e të pakontestuara dhe ndryshimet në to duhet të pranohen nëse janë bërë në bazë të procedurave ligjore. Ndaj përballë ekzistimit të gjykatave kompetente, madje edhe të disa organeve administrative të autorizuara për çështje pronësore juridike, rezulton se nuk ka asnjë nevojë për të krijuar një agjencion shtesë për krahasime e verifikime të pronave, sepse na krijohet edhe një strukturë institucionale e panevojshme dhe shumë e kushtueshme. Sipas këtij ligji, do të formoheshin dy komisione, i pari, Komisioni për kërkesat pronësore dhe i dyti, Komisioni për verifikim dhe vendosje për prona. Mirë po autorizimet dhe fush veprimtaria e tyre nuk janë veçuar e as përcaktuar në mënyrë të qartë. Madje në nenin 3 të po këtij ligji, për Komisionin për verifikim e vendosjen për prona nuk verifikohen as nuk definohen autorizimet dhe fush veprimtaria e tij. Teksti dhe përmbajtja e këtij ligji është shprehimisht në nivelet të standardeve juridike. Konkretisht, nëse shihni nenin 9 të këtij ligji, është dhënë një formulim juridikisht i paqëndrueshëm, kur theksohet se po nëse nuk parashihet ndryshe me këtë ligj ose në ndonjë akt nënligjor tjetër në zbatimin e këtij ligji, që do të thotë se dispozitat e këtij ligji të miratuar nga legjislativi do të mund të ndryshoheshin apo do të mund të hiqeshin me dispozitat të ndonjë akti nënligjor të miratuar nga ekzekutivi. Pra, sipas kësaj dispozite, ekzekutivi do t'i japeshin autorizime mbi legjislative. Dhe duke marrë parasysh që kemi edhe një marrëveshje e cila absolutisht nuk përkrah të drejtën e qytetarëve të Kosovës mbi pronën e tyre, ky është një absurd. Me këtë ligj, nëse do të miratohet kështu siç është propozuar, cënohen rregullat referuar të dy shkallëve administrative, si dhe të ato konfliktit me Gjykatën Supreme të Kosovës, sepse në pikën e parë nuk caktohet të drejta e palës në procedurë administrative, që çështja e saj të trajtohet sipas ankesës si mjet juridik i rregullt në instancën administrative të shkallës së dytë, por drejt për drejt kalohet shkalla e dytë dhe ajo i procedohet Gjykatës Supreme, të cilën praktikisht e bën organ administrativ të shkallës së dytë. Dhe në 2, Gjykata Supreme në çdo kohë e kudo në shtetet e përparuara të kohës gjykon në procedurë e konfliktet administrative, por asnjëherë e askund nuk shndrohet në organ të administratës së shkallës së dytë, duke vendosur ankesa në vend të gjykimit sipas kërkesë padive në konfliktin administrativ. Këto janë vetëm disa nga vërejtjet shumë serioze në këtë ligj, i cili si i tillë nuk do të përkrahet nga Aleanca për Armërinë e Kosovës dhe ne i thrasim edhe deputetët e grupeve tjera parlamentare që ta kthejnë në ripërpunim, sepse nëse kalohet sot si i tillë do të ketë pasoja afatgjate për çështjen e pronës së qytetarëve të Republikës së Kosovës. Ju falemnderit. Grupi parlamentar